shumë e komentuar. Person ideal për të qenë në koment për koment. Një dimenzion komplet ndryshe nga Iqbal Huduti vjen në minutat në vazhdim. Unë jam aktive, por nuk jam e kënaqur aq sa jam aktive, sepse kam energji dhe kam një vizion pak më ndryshe, më të kompletuar dhe më profesional për një të ardhme të shpejtë që dua të jetë ekskluzive mas 2 jave, që do të më shihni edhe më aktive. Prandaj ata që më admironi mezi do të prisni, ndërka që të tjerët besojnë të më duan sepse edhe une i dua. Nuk dua të urrej askë, por normal, nëse nuk pajtohemi me mendime të njëjta, qofshim edhe në një familje, burre, grua, shok, miku me mikun, e të tjerën, kjo nuk do të thotë që ne duhet ta kundërshtojmë njëri tjetrin. Prandaj rrjetet sociale për mua janë begati. Prandaj rrjetet sociale, duke fillu prej Facebook, Instagram, TikTok, krejt që ka marrë me rend, YouTube-ja sidomos, janë begati nga Zoti dhe njerëzit e mençur që i kanë krijuar, sepse jeta është shumë e shkurtë dhe kështu që në vend se të studioni gjithësisht për të ardhur një njohuri e shkurtë e shpejtë, ka të tjerët që punojnë për juve, prandaj bëhuni falëndërues dhe krijues, jo vetëm dëgjues, po krijoni të ju njohin njerëzit, sepse kur ju njohin, ata edhe tek ata dhe tek shoqëria i hapni shumë dyer dhe në fund pas shumë viteve juve do t'ju hapet një derë e madhe e suksesit. Interesante. Pse mbron kaq shumë Albin Kurtin? Nuk i duhet mbrojtja jote. Unë mendoj se një person, një njeri që nuk brengoset për çështjet, për problemet gjenerale në shoqëri, nuk ja vlen ta quajmë asnjëri. Jo vetëm Albin Kurtin, po i kam mbrojt edhe Hashim Thaqin, kur ka qenë pozit. Mirë po, unë nga këndvështrimi im intelektual dhe ajo gjendja ime emocionale, shpirtërore, dëshiroj t'i mbroj njerëzit që e mbrojnë drejtësinë dhe njerëzit që sado kudo i japin shpresë popullit për një gjendje më të mirë. Prandaj, fati im ka qenë, dëshira ime ka qenë shumë e madhe që të kyqem si vjet në politik, por janë disa rrethana të cilat ndoshta më vonë do të realizohen, por sidoqoftë unë nuk jam apolitike, as në politik nuk jam e kyqur, por jam bipolitik, që kjo është më e madhe se sa me qenë në politik, sepse jam gjithmonë aty për të vetë djesuar popullatën me komentet e mia dhe për të ndërgjegjësuar popullin se çdo kush që në vete njeh vlera morale mbi të gjitha, ai do ta ndoj dhe do të arrijë kulmet e suksesit, pa marrë parasysh sa ne ndonjëherë nuk i shohim, por të tjerët i shohin. Prandaj për momentin e mbroj Albin Kurtin, e mbështes, por më vonë nuk i dihet. Albin Kurti ka sakrifikuar më shumë se çdo politikan i Kosovës. Sepse na e dim shumë mirë, lufta në Kosovë ka zgjatë 1 vjet, jo më shumë. Mirë po për të ardhur deri te kjo plasaritje e luftës, na kanë punuar shumë, duke fillu prej Adem Demaçit, Albin Kurtit, e të gjithë dëshmorëve që kanë rënë pa luftë. Jo brenda luftës, po para luftës. Ka hy vetja në huj o Iqbale, s'po i ndahesh rrjeteve sociale. A e ka me drejt. Ma shumë po se sa jo. Por Iqbalja në shpirt është artiste. Artiste pa shkollë, pa akademi të arteve. Por rrjetet sociale, si që thash, janë begati. Dhe unë jam bo motër e vlla me rrjetet sociale. Dhe mendoj se vetëm edhe nëse digjem, unë e ruaj fijet e zërit tim, të cilat fije nuk do të heshtin.
dhe ato vetëm për të mirën e njerëzisë. A që më ka hin vetë janë huj ndoshta, por të jeni të vetëdijshëm se unë famën, suksesin nuk e shoh te fama, as te të mirat materiale. Interesante dhe shumë e këndshme. Vol marak kam bre me të pa, me ta hek qatë shami. Shikoni, inderuar apo enderuar, kushdo që je, veshja, mbulesa nuk të bën njeri, nëse nuk je njeri. Prandaj, unë vetën e shoh me mbules si një flamur që vendoset mbi një godinë. E ai flamur simbolizon vlerat, identitetin e një personi. Prandaj të ma hekesh shamin, kjo i bie se do të ma minusosh, do të ma mungosh një vlerë të identitetit tim kombëtar, fetar, tradicional dhe etiko-moral. Po nëse të kam jetë aq shumë, s'ka problem bre vlla, e qes një perik për flok edhe heke me rakun. Po normal, nën perik do ta kem shamin time e cila shumë më ka flijuar mua. Këtë pyetje nuk ma keni bërë vetëm ju, kushdo që jeni, por ma bëjnë të gjithë, kudo që shkoj. Hala jam të prit kur po i vjen pishman me të përcjell 24 orë në TV në Big Brother. Unë nuk jam pishman, por unë jam me merak që të isha futur në Big Brother. Ende sot e mbaj atë merak. Po për arsye të shkaqet të bashkëshortit tim që 40 vite me të e kam darë gëzimin e idhërimin, dashurinë dhe respektin, vujtjen dhe dhimbjen, smundjen dhe të mirën, vetëm për këtë arsye e kam parë ma të vlefshme që emocionet e burrit tim, i cili ka një smundje të tillë që ngacmohet nga emocionet, e kam parë të vlefshme më mirë të riafër burrit tim në këtë parajsën time të vogël. Por si dihet. Në base këta që kanë merak me të pa në ekran, mujnë me të pa me një dimenzion tjetër në Sion Big Brother. Po pra, Ikbale je shembull i gruas atletare dhe fetare. Ky koment ma knaq shpirtin, zemrën. Prandaj të falenderoj përzemërsisht, kushdo që jeni. Unë mendoj se Zoti më ka zgjedh të lindi në këtë tokë, në Prizrenin e bukur pitoresk, dhe tani të jetoj në Prishtinën e bukur gjithashtu, dhe Zoti ka zgjedh që unë të lind në këtë vend. Dhe mendoj se kjo zgjedhje më obligon që unë të jem numër 1 atletare. Njëherë juve ju përuroj për këtë ide shumë interesante, shumë atraktive me këto komente për komentet, pra, si e ka emisioni juaj. Shumë luks të panevojshëm, ekspozim që nuk e do as feja. Nuk e di, luksin nuk e admiroj as unë jetoj me një jetë shumë mesatare, madje kam edhe pak borxhe. Prandaj edhe mendoj me shit shtëpinë se shumë e madhe, mire ki pak luks është, mendoj me shit shtëpinë, me bleni shtëpi më të vogël, por luks sot në shekullin 21 nuk është me pas çdo familje një vetur, por ekspozim nuk është ekspozim, nuk kam dëshirë me u lëvdu, por nëse Zoti ta ka dhënë diçka, mirë është me tregu. Sepse ata që nuk kanë, ata kanë me ardhë me u drejtu të këti. E nëse nuk ke mundësi, atër mos ju anko njerëzve, sepse armiqët e tu kanë me u kënaq, edhe s'kan me të ndihmu, ndërka që miqët e tu kanë me u shqetësu se s'munden me të ndihmu. Prandaj luks nuk besoj që kam, mirë po është konceptimi juaj, unë nuk e dua luksin, e dua normale. A ka pas një periudhë tjetër ku mbase ke qenë pak ma e joshur e të nduar, le të themi, nga të mirat materiale, krahasu me sot?
shumë pyetje me vend, po unë kur kam jetuar në Prizren para 15 viteve, ka qenë shtëpia ime e parë mas luftës që ka pas atë vaskën jacuzzi, të porositur nga Gjermania, ja 7-8.000 marka në atë kohë. E kam pas një tavolinë që ka kushtuar stili gjerman, gravur, e artë, ka kushtuar me 12 karika, ka qenë gati një 10-15.000 euro, prodhim iranian. Krejt këto lukset i kam shiju, por fali Zotit që kur kam marrë në Prishtinë i kam thënë vetës mjaft ma, nuk më përket mua gjithaj luks, pa marrë parasysh që Zoti ma ka dhënë, dhe kam kriju një jetë standarde këtu në Prishtinë, por luksi, fama, është shumë sprov e madhe për njeriun. Prandaj mendoni për njerëzit që nuk kanë, jeni të kënaqur me aq sa keni dhe fitoni, punoni që t'jeni milioner, kur mos u ndalni, sepse Zoti i jep atij që është i aftë të jetë milioner, sepse ka dikush nuk din si të bëhen milioner. Luks nuk kam pas, po kur ma e falin dhuratë e pranoj, edhe mbreti i pranon lukset. Kohës fundit ke pas dhurata, ata që ndjekin TikTok, Instagram, është një mike jote nga Zvicra, mdoket që nuk pëlqen dorën. Po, pësjepra, kam dhurata të bukura të mira, unë vetëm e tregova një batut. Thash Luan, thash kam pa ëndër, që i kam paja do qizme shumë të bukura, 300 euro. Ai u ngrit edhe tha fle edhe pak mos po shena ëndër me malir. E shosja ime Marja nga ana e Prizrenit, për ndryshe jeton në Zvicër, ajo tha, aq shumë jam qesh atë ditë, sa që kom vendos me t'i pru 2 par qizme, po ajo më kish pru edhe një gjemper, edhe ja do dhurata Swarovski, që t'u nazën, që prej asaj ditës nuk pe heki se shumë po më pëlqen. Kështu që dhurata ti pranoj, çdo kush më jep. Ama nuk kam dëshirë mi dëmtu askën. Ju do të ishit vjehra ime ideale. Shumë e besoj, sepse unë i mirë kuptoj rinin, edhe gjithmonë nusja dhe djali i ndjerë, ata kur kishin qëtu me shku andej këndej, mam, hajt mos më lutni, thash, se e di ku e keni, me ja shiku fëmin e me ndihmu. Kështu që i do t'isha vjerë ideale, po çka me babre këta rinia, tash nuk po pysin se unë ja di karakteristikat e djemve, edhe vjeher nga ana e vajzës, po besoj se nuk e gabu me këtë pyetje. Të shojmë në të ardhmen. Të ardhmen pse jo? Të rego drejt se ty të trembi bia. Ja, kurse si. Bia e ka profesionin e saj. Dhe bia nuk është shqiptare. Mund që ose më trembën naj grua e fortë shqiptare, që ka shumë vlera. Bia është e mirë për Romanin ka nga është nga Romania, por bia nuk më kish tremb, po isha bo shoqe me bien, edhe i kisha tregu disa gjana që ishte habitur bia, kishte ndryshu shumë. A ka gjaz që bia kishte me dal nga shtëpia pa profesionin me cilin ka hy, po të kishe qenë aty brenda? Po, 100%. Unë e kisha bind që bia ka vlera më të mira se sa ata që e bën që i ka OnlyFans, fansa, që apo i thënë, s'po i di. Po, e kisha bind që 50% hiq më shoft, ja kisha bo bajat. Kalle i gballe kalle, tash i keran fije, jetës, bravo, respekt, që ashtu duhet të jesh. Ato adetet e vjetra se nuk vijnë ato adetet e vjetra. Shiko, unë për me kall, gjithmonë e kalli, me deklarata. Por gjithmonë e kalli në suazat e normalës, e tash, normal që unë di edhe ka pak me vallëzu, po vetëm me burrin tim, dhe adetet e vjetra nuk i shoh që janë shumë radikale, nuk janë shumë të prapambetura, por më varet si konceptojnë njerëzit, sepse pa tradit, pa vlera traditës na nuk ishim mund me arrit deri këtu.
Po problemi është që Iqballi apo do me dalë me një format ma liberal, por kur se si me I kalu limitet, kufinjet, vijat e kuqe të vlerave, normave morale dhe fetare. Këtë deri në ditën e frymës së fundit, Iqballi nuk ka me I kalu pra këto norma, por ka me ka. Kur më del në telefon, më harxhohet bateria. Ty nga kjo që del, merr pëlqime dhe fiton lek pa djersh. Nuk e di, a duhet me fitu lek gjithmonë me djers, apo me mendje, me elokuencë, me të folur, sepse mendimet e mira vinë nga diturit e mira. Dhe diturit e mira dalin nga bindjet e mira që I kam. Prandaj edhe nëse marr lek, që nuk tham që nuk marr, sepse kam YouTube-ën që më pagun Amerika, pra jam youtubere, jam blogere, Iqbal Huduti e kam YouTube-ën, ku fitoj edhe prej TikTokut, edhe prej Facebookut, ama nuk është pa djers. Besoni, edhe për këtë emision që isha, që po e bëjmë, ka shumë punë. Gjëja që e ke mësu nga koha në burg, cila është Iqballi? Në 58 vite tua mes tjerash e ke provu edhe burgun. Ka qenë një situatë që është komentuar shumë, edhe për cilën ke folë publikisht, mirë po mbase një dimenzion tjetër, të ati përjetimi këshumë dashtë me e kuptu sonte përmes komentit të komentuesi që kemi përgjedh. Gjëja që e kam mësu në burg është se të jesh e drejt, të jesh e sinqert, të jesh me ndërgjegje të pastër, nuk ka asnjë fuqi, qoftë burgu, qoftë vrasja, qoftë masakrimi, qoftë çka do me të ndodhë, nëse I kemi pra drejtësinë, sinqeritetin dhe ndërgjegjen e pastër, e shijon çdo lloj situate. Edhe aty më janë bërë pa drejtësi, prandaj kam bojkotuar, nuk ja kam hangër bukën 10 ditë, vetëm bukë kryp kam hangër sa me majt edhe ujë, e kam shiju këtë ndjenjë ishte shumë e mirë, pra edhe pse e kam bojkotuar prapi kam thënë, buka ime emrin e ka drejtësi. Derisa ju bani pa drejtësi ndaj një të burgosure, pa krah, pa liri, atëherë unë këti shteti nuk I kam borxh as 1 euro dhe nuk ja dua bukën e juaj. Prandaj, gjëja më e mirë që më ka ndodhur në burg, se unë e kam gjetë lirin. E vetmja që e tregon qartë se gruaja në islam nuk është e nënvlerësuar. Shikoni, unë jam shumë e kritikuar në këtë pikë, për arsye jo për shkak deklaratave të mia, po për arsye se vetë muslimanët, duke I shkruar literaturat islame me syzat mashkullore, janë mundu që ta ulin femrën dhe ta ngrisin standardin e vet mbi të gruas. Por unë e mbroj gruan dhe madje jam shumë feministe, e mbroj gruan, madje më vjen shumë keq kur këto rrymat feministe në një farë mënyre e iniciojnë gruan që të thotë bëhu si burr. Jo, s'kemi nevojë na të bëhemi si burr e si burrnesha. Prandaj unë e mbroj gruan se kur ti thosh ti bëhu si burr, do me thënë vetë e ke ngrit burrin mbi gruan. Por unë do t'jem grua, do t'a mbroj gruan, sepse ne I kemi të drejtat e tona si gra, dhe ne duhet t'i njohim të drejtat për me mund mi mbroj. Okej, interesante, a ndihesh më shumë teologe, psikologe apo influencere, se shumë janë bë tash. Shiko, unë ndihem më shumë influencere, ku e gërshetoj teologjin, psikologjin, që jam e diplomume, më shumë letërsin, sepse përmes letërsisë unë kam mësuar
shumë jetë të shkrimtarëve të atëhershëm, të sotshëm e të njohur. Prandaj e ndi veten më shumë influencere që kam ndikim të njerëzit, dhe teologe nuk jam, se vetëm e kam të kryer medresin dhe studioj didaktike, jam në Londër, në El Mehdi institute të tjera, Birmingham falni, teologe nuk jam e diplomuar, jam mësuese e Kuranit. Shtu pra ndihem krejt nga pak, po kur e rumbullak son, këto janë sikur ato fijet e qilimit kur thuren, e krijojnë një mozaik të bukur dhe unë mundohem të jem ashtu. Besoj që t'ju pëlqej, po çdo kush e ka shijet e veta. E vërtet. E nderuar, faleminderit shumë. Kënaqësi tepër e madhe me të pasën koment për koment. Besoj që intervistat nuk mungojnë, po një dimension kështu pak më ndryshe, edhe mu duk që e pata përshtypjen që e shijove shumë, sikurse edhe ne, kështu që po të falenderojmë, kënaqësi tepër e madhe. Faleminderit edhe ju që keni ardhur. Zoti ju shpërbleft, ju gëzoft.